Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po nisim bashkë edhe një edicion të RTK Prime. Jemi një ditë para fushatës zyrtare për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. 8 janë parti politike shqiptare, prej tyre janë 624 kandidat për 100 vende të Kuvendit Republikës Kosovës. Partit tani kanë ofruar listat e tyre zgjedhore, sot ka pasur edhe shpalosje të programeve dhe të premtimeve, dhe se premtimet ka nisur pak më herët edhe fushata ka nisur thuajse që nga zgjedhjet e nënshkurtit, thënë të drejtën. Por realisht, çfarë fushate na pret, cila është narrativa që do të përdoret në këtë fushat, cilat do të jenë temat që do t'i diskutojnë partitë politike, a do të ketë përgjigje për votuesin e Kosovës, do të flasim me Lazim Kosin, mirë se ke ardhur, zotri Kosi, faleminderit. Me Durajet Imerin, mirë se ke ardhur, Durajet, faleminderit. Fatima Ajdarin, mirë se ke ardhur, Fatime. Dhe Sadik Zeqirin, mirë se ke ardhur, Sadik, faleminderit. Mirë se kam gjetë. Po nisim me ju, Kosi. Jemi pra një ditë para fushatës zyrtare, po si që thashtë edhe në hyrje, fushata vetë se ka nisur, ose ka vazhduar për zgjedhjeve të nënshkurtit, sepse si dukej të gjithë e dinin që do të përfundonim në një datë të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Sot disa nga partitë politike që ishin edhe në transmetime të drejtë për drejta, shpalosën në vija të trasha plan programin e tyre, listën e kandidatëve të cilët vese kanë bërë publike se cili numrin e tyre, ka pas disa parti që kanë emra të ri, aderime, ka pas parti të tjera që kanë shkuar me emra thuajse të njëjtë. Realisht në përgjithësi, si duket kjo atmosfera para nisjes zyrtare? Mendoj që prioritet mbi prioritete në këtë moment është që fushata të mos ketë dozat e oratorisë së urrëties që ka pasur nga në fillimi i shkurtit edhe më herët. Do të ka pasur elemente të shumta të oratorisë së urrëties nga të dy palët, dhe ajo ka rezultuar pastaj me pamundësinë për krijimin e institucioneve, pjesërisht, do të thotë, pjesërisht ka qenë edhe vetë oratoria e urrëties. Mendoj që kësaj radhe kjo do duhej të pushonte edhe për një shkak tjetër. Nuk ka asnjë dilemë që Kosova është me fokusin e luftës hibride të Serbisë edhe Rusisë. Dhe një oratori eventuale e urrëties është terreni i përshtatshëm që ajo luftë hibride të ketë efekte edhe më të fuqishme, edhe më të dëmshme, do të thotë. Synimi i asaj lufte hibride është që Kosova të mbetet pa institucione, postierash. Është, do të thotë, strategji e hartume. Unë nganjëherë habitem, jo që habitem, por nuk habitem, disa statuse në rrjetet sociale që i lexoj, fitohet përshtypja që nuk janë shkruar nga shqiptarët. Dhe kjo bëhet shumë lehtë, do të thotë, nga qendrat jashtë Kosovës, targetohet Kosova, shkruhet në gjuhën serbo-kroate ta mesazhi, përkthehet në gjuhën shqipe, targetohet Kosova. Kjo një segment i luftës hibride. Sepse mendoj që kësaj radhe, nëse përsëritet ajo që ka ndodhur 9 muaj, 10 muajt e fundit, kësaj radhe pasojat do të jenë shumë të rënda. Pse? Nëse institucionet e Kosovës nuk themelohen deri në 1 mars, Kosova mbetet pa buxhet, do të pa paga dhe pa pagesa për shërbime tjera. Kolaps. Absolutisht, kolaps. Mbetet pa gjykatë kushtetuese funksionare, sepse njërit nga gjykatët që s'ka dhënë mandati, 2 janë mungojnë dhe mbetet pa kvorum, mbetet pa kryetare me kompetenca të plota, pa presidente me kompetenca të plota dhe pa kryeministër me kompetenca të plota. Praktikisht do të ishte kolaps financiar dhe kolaps politik. Prandaj e konsideroj çështje mbi çështje, prioritet mbi prioritete që spaku oratoria e urrëties të hiqet dhe mundësia e zhagitjes së formimit të institucioneve të zvogëlohet në minimum. Faleminderit Koci, nisi me temën më të rëndësishme, thënë të drejtën Durajet, sepse ajo që e ka pas fushata elektorale në shkurtit ka qenë pikërisht kjo gjua jo e kujdesshme e të gjithëve pa dallim, kush i pari, kush i dyti, duke ndikuar shumë në polarizim edhe të shoqënisë, e cila masnej e bëni të pamundur edhe bashkëpunimin pavarësisht numrave, se nëse flasim për zgjedhjet e nënshkurtit ka pas fitues, e ka pas të dytë, e ka pas të tretë, edhe në krahasim me numrat do duhej ne sot flasim për tema të tjera, për një qeveri e cila do të ishte duke kryer punën e vet. Krejt kjo ka ndodhur për shkak narrativës të gjithë secilit
që e kanë përdorur gjatë fushatës. Mendon që do të jenë të kujdesshëm, i kanë nxjerrë mësimet nga gabimet e fushatës së Nënshkurtit? Fitore, është shumë interesant dhe fillimisht më lejoni që ta ndërtoj argumentin duke përmendur në fakt se sipas studimeve të fundit tregohet se edhe në rang botëror në kohën e fundit ka diskurs tepër të madh polarizues. Kjo nuk është vetëm na, pra. Shikoni diskutimin në bar, diskursin në bar Ballkanin, në pjesën më të madhe të Evropës, kjo vlen edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjë. Pra, aty ku ka garë demokratike, në fakt sikur ka dhe një farë mbivendosje, do të thoya të një gjuhë tepër polarizuese. Kjo mund të jetë për shumë arsye, ndoshta është për shkak të humbjes së shkëlqimit të modelit të demokracisë si model qeverisjes. Për shkak të ndoshta vendosjes së elitave politike të vjetruara, apo që tashmë secili prej tyre ka së paku 20 vjet për vojën e politikë dhe shumica e edhe një farë abstenimi gjeneratës të Sakt, kjo është do të them. Dhe të rinë gjithmonë me pak entuziazm për politikën. Dhe kjo natyrisht që gjuha e përdorur ka qenë dhe të tjera për të zgjuar ndoshta kurrëshin në vëmendjen, ndoshta edhe si instrument ndoshta për të arritur këto objektiva, por unë konsideroj që mund të jetë edhe ajo që tha zoti Kuci më të drejtë, një instrument i të tjerëve pastaj për të penguar zhvillimin e brendshëm demokratik shoqërisë sonë. A janë nxjerrë mësime të duhura? Besoj që po. Partitë politike kanë filluar që të japin disa indikacione të qarta, por uroj të mos jenë instrumentale. Pra ne nuk duam që të kemi parti politike që kryen funksionin e tyre, dalin edhe flasin mirë, edhe nuk shohin shumë në gjuhë, do të thoya përjashtuese retorik ndaj të tjerëve, edhe pastaj posa të përfundoj zgjedhjet, kjo të përfundoj edhe si praktik. Jo, Kosova do të ketë një kulturë, do të thoya politike të përgjithshme dhe përgjegjëse për veprimet që i bëjnë, dhe kjo motet pastaj me veprime konkrete. Uroj që fushata të tregoj plan, projekt, ide dhe vizion të qartë për atë se e shohim Kosovën në 4 vitet e ardhshme, se e shohim bashkëpunimin potencial, cilat janë temat kyçe, si adresojnë ato dhe cilat janë çu duket Kosova pas 4 vitesh, në raport me energjinë, me sigurinë kombëtare, në raport me integrimin evropiane, në raport me partnerët tonë. Po, do të flasim realisht tema gjatë këtij diskutimi që si do të jetë renditja. Kjo është shumë e rëndësishme edhe prioritizimi i temave që kanë partituna politike, sepse unë konsideroj që duke u fokusuar shumë në diskursin, sikur si jemi marrë ndoshta përmbajtësisht me partitë politike, me ofertat që ata kanë dhe me kandidatët që po i prezantojnë. Këto zgjedhje besoj që janë të katërta si mohon si vjet, 2 herë për zgjedhje lokale, 1 herë me balotazh dhe në zgjedhje qendrore. Dhe përveç në pushtetin lokal, në pushtetin qendror abstenuan praktikisht nga qeverisja. Dhe unë konsideroj që një skemë politike përgjegjëse dhe përgjegjshme do duhet që të sillej ndryshe në këto zgjedhje. Fillimi më duket shpresdhënës. Po, përmes me u përsëritë që ky fillim i shpresdhënës, Fatime, po e nuhat një gjë të tillë që ndoshta secili para mikrofonit do të jetë i kujdesshëm se si do ta drejtoj gishtin karshi kundërshtarit, sepse ne nuk presim një fushat që nuk do të kundërshtohen politikat edhe programet, ku ka më mirë se të kishim një fushat, ku flitet që në ekonomi mund të bëhet kështu, e në drejtësi mund të bëhet kështu. Po në aspektin e narrativës që është përdor, po e nuhat që ndoshta janë më të qetë në këtë parafushat. Po, pa diskutim, sepse ata kanë reflektuar dhe kanë parë që një gjuhë e ashpër nuk është mbështetur ashtu siç kanë shpresuar dhe për të kësaj ne kemi thënë disa herë që kemi një emancipim sa i përket votuesve, të cilët nuk janë të interesuar më për polarizime, për gjuhë të rëndë, por janë të interesuar për të parë programe dhe për të parë alternativa që janë në interes të qytetarëve fillimisht e pastaj dhe alternativa se cili po ofron më shumë dhe cili mund të bëjë më shumë në interes të Republikës Kosovës. Për të kësaj e konsideroj që jo pak po vrihet kjo qasje, kjo ndryshim tek liderët e partive politike dhe kjo është gjë e mirë, sepse tregon që ata megjithatë kanë reflektuar dhe që kësaj radhe mund ta kemi një fushat e cila do të ketë një gjuhë më të pranueshme dhe mbi të gjitha do të ketë alternativa më të shumta, sepse kur ka mungesë akuzash, e kundrakuzash, e gjuhë të ashpër, atëherë detyrimisht do të ketë më shumë shpalosi të programit, më shumë alternativë dhe mendoj që edhe kjo është një interes qytetarit. Do të përkthehet në të dy anët. Për të kësaj, çka është më shumë interes, e konsideroj që nëse nuk përdoret gjuhë e ashpër, mundësitë e bashkëpunimeve do të jenë më të mëdha, sepse inatet pastaj do të pushojnë dhe njerëz do ta kenë më të lehtë bashkëpunimin me njëri tjetrin. Edhe pse e konsideroj që tashmë dihet subjektet politike
të ish opozitës së dikurshme e kanë bërë të ditur që preferojnë pak më shumë qeverisin njëra me tjetrën, duke mos përfshirë lëvizjen vetëvendosje, po kjo mbetet të shihet prej rezultati final të Po ka pas të deklarata të tipit Sadik që nuk kemi vija të kuqe, ka thënë Hamza, edhe që realisht nuk po them ja lejon Hamzës, sepse ai ka një bindje politike, ka një parti politike, por po e them që është kandidat edhe për kryeministër dhe kryetar kësaj radhe. Për dallim prej zgjedhjeve në shkurtit, ku ishte kandidat për kryeministër dhe kishte një kryetar që ishte Memli Krasniqi. Zoti Hamzaj edhe në zgjedhjet e shkurtit vitit 2025 nuk ka qenë i ashpër me gjuhën e tij përballë kundër kandidatëve të tjerë për kryeministër, po edhe te kërkesa e votës nga elektorati vet. Prandaj çdo herë ka qenë i gatshëm që të bashkëpunoj dhe që të mos ketë vjet kuqe, e që është akuzuar shumë edhe nga partia e vet, që s'ka qenë kryetar. Tani është edhe kryetar i partisë, është edhe kandidat për kryeministër dhe është deklaruar disa herë nëpër media që nuk ka vjet kuqe, edhe pse preferon të krijojë një qeveri me partitë e bllokut që kanë qenë opozitor. Megjithatë ai ka thonë që s'ka vjet kuqe. Prandaj gjuha deri tani që në shpall zgjedhjet deri sot ka qenë e butë, e urt nga të gjithë kandidatët që janë për kryeministër, por edhe nga kandidatët që janë për deputet. Nuk është ajo gjuha që e kemi po dhe kemi dëgjuar në zgjedhjet e shkurtit 2025. Unë mendoj që kjo gjuhë që për mua dhe për të gjithë qytetarët është shumë e nevojshme, sepse nuk kemi nevojë fare të bëjmë akuza kundër kandidati tjetër me akuza tronda të cilat fare nuk qëndrojnë, por të jenë gjuhë me përbashkuar le të sillen rezultate, sepse ne nga ajo gjuhë e ashpër e të gjithë kandidatëve, po përjashtojnë një kandidat ose dy, na ka sill deri këtu ku nuk kemi institucione dhe na ka sill në zgjedhjet të përsërisim prapë zgjedhjet që kanë qenë ndoshta fare sot kemi pas nevojë të flasim për zgjedhjet që do të bëhen me 28 dhjetor, por të flasim çka do të ndodhë me zgjedhjen e presidentit vitin e ardhshëm. Por gjuha e ashpërsuar, gjuha e pamotër, e njerëzit që kanë kërkuar votën, ka sjellë që ne sot jemi në këtë situatë dhe nuk është dosht atëherë, por duhet dhe lutemi që të mos ketë as tani e tutje, të kemi zgjedhje të qeta, të kemi gjuhë të butë të kandidatëve, të paraqisim programet e tyre ekonomike, le të flasim për rritje pagër sa dush, sepse ato nuk janë të dëmshme dhe janë të realizueshme. Por të mos japin premtime të cilat fare nuk mundet me realizuar askush, se ti sot mundesh me marr votë, por nesër elektorati kërkon ato që e ke premtuar. Prandaj unë kërkoj dhe besoj që gjuha e përbashkuar, gjuha e butë, gjuha pa akuza e kandidatit kundër kandidatit tjetër për kryeministër do të sjellë rezultate pozitive dhe do të kemi institucione të cilat do të krijohen më njëherë pas vitit të ri, e që sigurisht institucionet që nuk ka nevojë për zgjedhjet prillit. E që sigurisht kjo gjuhë nuk do të na dërgon në zgjedhje muin prill. Pra do të zgjidhet edhe Kuvendi i Kosovës, edhe kryetari i parlamentit, edhe qeveria, edhe do të ketë marrëveshje që të zgjidhet edhe presidenti i vendit, e që të mos shkojmë në zgjedhje pas zgjedhjeve, sepse dikur i ka dalë edhe ngjyra këtyre punës së zgjedhjeve. Duhet të analizojmë pak fushatat, në kuptimin nëse nisim prej këtyre sloganeve që i kam përdor, më përbisoni aty ku gaboj, e para është lëvizja vetëvendosje thotë mos lësho pe, e ka sloganin, shpres me LDK-n ke LDK-ja, PDK-ja ke bashk ose së bashku, diçka e tillë, edhe AK-ja, si kishte AK-ja e harrova Krateje, po, ishte AK-ja. Me slogane mund të marrim një përgjigje se realisht ka do të orientohet partia politike? E para... Më të shopej bje për Mitrovicën e Diçka Veriut. për Mitrovicën e bje. Kjo më të shopem, ndonë se me gjas lidhet me një grua të moshuar që si histori u drejtohet Kurtit një tubim, më duket, dhe si e tillë ajo ju drejtohet në kuptimin që veprimet që ju po bëni tash mund të jenë të kushtueshme, ndoshta jo popullore, por që duhet të qëndrojnë sepse janë të drejta. Ideja mos shopa është ideja e një mobilizimi masiv, besoj. Ideja e një vendosmërie në qëndrimet që mban
dhe një mos tërheqje nga qëndrimet momentale në raport me pengesat që cilat mund të jenë të çfarëdëshme. Kryesisht është militare si përpjekje, si fushat, si slogan në bindjen time. Nuk është shumë e përdorshme në kuptimin e krimit të rimës ose në krimin si ta themi, ndërtimit të fjalive që mund të jenë të vlefshme për fshat, sikurse që ka qenë dikur, shembull, sepse erdhi dita, sepse krejt dhe drejt, pra që kanë qenë kryesisht rima që karakterizoi lëvizja vetëvendosje, që mund të jetë atipike për ta në kuptimin e rimës, po tipike për mënyrën e vendimarrës dhe sjelljen e kryeministit. Dikush e lidhë edhe me Agim Batirin, më të shope. Është edhe ajo gjyshja. Jo, unë pas edhe atë videon që besoj mund të jetë për aty, por unë besoj që është ajo, po natyrisht që edhe kjo zoti Batirit ka rastis të jetë edhe nuk ka gjë Batiri. të keqe, ka qenë deputet i partisë i këtij subjekti politik, ka shumë vota dhe është një nga figurat kryesore të këtij subjekti politik nga rajoni Mitrovicës, dhe natyrisht që mund të përdoret kjo, si ta themi, është përdorur disa herë dhe kjo mund të shpërndajë është shumë e vjetër, natyrisht më e vjetër se lëvizja vetëvendosje si përdorim. Por është gjithë kjo mendoj se lidhet me çet mobilizimin me një më shumë perspektive, do të thëja më shumë qendrestare në kuptimin e mbajtjes atyre premtimeve dhe përpjekjes për të rezistuar pavarësisht goditjeve ose rezistencës që mund të vijnë nga jashtë. Me PDK-n, bashkë. Po edhe bashkë edhe se pranon Fatmir Limën, në anën tjetër nuk e dia ç'ndron. Sepse nëse është bashkë, ky subjekt politik është Ta bashkëtojnë qytetarëve, ju Fatmir Limës. Po do të nisën nga shembulli i tyre. Bashkë me qytetarët. Duhet të nisën nga shembulli i tyre, unë besoj, apo jo, dhe unë besoj që subjekti politik dëshiron të tregojë që ka një mobilizim të brendshëm ndoshta. Kjo ideja për bashkimit është ide e vjetër politike, kisha më thonë, por unë besoj që PDK-ja ka mundur që të bëj slogane edhe më të mira. Ndi nga përvoja dikur ka pasur, do të thëja, think tanke ose ka pasur grupe të më të mira të fokus grupeve kur kanë prodhuar mendim tjetër. Natyrisht që ideja për bashkimit lidhet edhe me këtë që diskutuam, gjuhën përbashkuese, largimin e këtyre fraksioneve ose pengesave që mund të shfaqen, siç edhe kishin shembullin e zotit Ladrosi, zotit Lushtaku në atë betejat e tyre të brendshme. Krateje, kjo është AOK-s është pak sentimentale do të quaj, ja? Por në kuptimin e kraut, në kuptimin e se si e përdorim në zhargonin e popullor, është dikush që të qëndron afër, dikush që të mbështet, dikush në të cilën ti mund të llogarisësh. Pra i bie që kjo është ajo çfarë. Ideja e shpresës që prezanton Lidhja Demokratike e Kosovës duket se më shumë fol për një shoqëri që vuan nga një depresion i madh kolektiv. Dhe nështë kjo është perceptimi do të thëja i LDK-s, kjo dhe mund të qëndroj në kuptimin se me që jemi keq deri në qatë gjendje, njerëzit fillimisht ka nevojë për rikthimin e shpresës, pastaj besimit e kështu me radhë. Por shpresa ka qenë e vetëvendosjes 2020-2021 apo jam gabim? Jo, në këto vite nuk ka qenë. A koalicioni i shpresës, çka ka qenë? Mund të ketë qenë, por nuk është zyrtarisht. Është qeveria VV-LDK-m duket, ajo kurtinish koalicioni i shpresës. Në kuptimin formal nuk është përdorur më herët. LDK-ja i përdoret disa të tjera, për shembull më përpara, idenë e BS, tash ka shku pak më poshtë, shpresë. Dhe kjo BS ka qenë në kohën e 2019-s, kur zonja Osmani, atëherë kandidate për kryeministër, thoshte besa me pikë në fund si dëftim, jo si thirrje, edhe nuk shikonte në sy në atë kohë. Pra, ka qenë interesante edhe mënyra se si është përtratuar borxhi i projektit, por si përmbledhje do të thëja shumë të varfra për nivelin e partive politike. Po dhe ka ndodhur shpejt ndoshta brenda vitit, edhe slogani e ka një farë marifeti. Mendoj që lëvizja vetëvendosja e ka lidh me sloganin e kaluam cepëm cep, që tashti është më të shope, po i bie. Që lidhet atëherë cepëm cep prej podijeve deri në Dragash, ndërsa tani mos shope, e që ka rastis në fushat që ka përdorur zoti Agim Batiri, që i ka dhënë mos shope, po shiqon si mesazh, si slogan është bukur agresiv. Bukur agresiv. Që do të thonë nuk jep mundësi as partive të tjera që pas gjithë të ullin e të rejës për të biseduar
për një koalicion të mundshëm. Jo, realisht duket mendon që e ka kështu në aspektin politik apo e ka në aspektin më shumë të asaj që ka punu shumë lëvizjave vendosje, veriut vendit. Slogani vlen deri në Kjo vlen temën 28 dhjetor, megjithatë atë munden me ro edhe pse s'kan ro. Në shkurt s'ka ro. Tani na shta vlen ai slogani bashk, na shta vlen ai slogani krahteje. Por ajo të mos lëshope. I bie që është punu. Por mos shope, qoftë për Mitrovicën, qoftë për koalicionet, sepse po që zoti Lima i ka kërku me hyrje në koalicion, me lëvizjen vetëvendose, dhe ata s'kan shupe. Pro, kjo i bjen që është fakt një mesazh agresiv. Konfrontues më shumë. Që nuk i bjen, kur të ulesh në tavolinë ti do të Unë besoj që megjithatë do të shojnë kushtet barabarta. Ndryshe nëse jo, ne do të ballafaqohemi me krizë shumë të rëndë. Nëse ndodh që sërish të ketë jo për shkak të këtij slogani, për shkaqe të tjera, unë mendoj se kjo do të jetë rënje dramatike e kredibilitetit të kësaj klase politike. Pse mendon është i rëndësishëm slogani? Ose a është i rëndësishëm? Është i rëndësishëm sepse dërgon. Se të jetë i rëndësishëm një slogan? Është i rëndësishëm sepse dërgon mesazh te militantët. Militantët votojnë kështu ashtu? Jo, nuk ka fjera për votim. Të militantët i ketë gjithë ditën në rrjetet sociale. Dhe ata shumë të në rasteve shtrojnë pyetjen, qofshin të vetëvendosjes, qofshin parës tjetër, do të votoni për vetëvendosjen apo për Serbinë, ose anasjeltas, do të votoni për LDK, PDK, apo për Serbinë. Kjo është fjalor shumë i rëndë. Është fjalor i cili mund të neutralizohet vetëm në ndërhyrje. A mendon po, më falë që ndërpreva, po të që kjo puna të narrativa e argacit Serbis, punon me Serbin, je taku me Serbin, që lidhet paka shumë me listën sërbe. A mendon që ka ardhur duke u bërë shumë aktuale viteve të fundit se sa që ka qenë? Nuk ka qenë kur ka që theksume. Ka që theksume? Jo, nuk ka qenë. Ne kemi pasur në Kosovë se nuk bajnë mend që kam diskutuar në studio më shumë. Ja, nuk ka pas kur. Ma herët, ta zëmë në vitet 2010 ka pasur tensionet jashtëzakonshme, por ato kanë filluar dhe kanë mbaruar brenda kampit partive politike shqiptare, pa u ndërlidh me partitë serbe. Tani shumë shka lidhet do të thotë, ta zëmë, deri vonë, besoj që nuk do të përsëritet, por nuk e përjashtoj, hapur është që do të thotë opozita ka agjendë fshehtë me listën serbe. Ne kemi pa, do të thotë që ajo agjendë nuk ka ekzistuar, sepse po të ekzistonte ajo agjendë fshehtë e opozitës me listën serbe, ata e bënin qeverinë. Me listën serbe ata i kishin numrat. Pra u demantu në praktik që nuk kishte agjendë fshehtë e opozitës me listën serbe. Por ajo logjik të militantët vazhdon nëse leadershipi një partije dërgon mesazhe do të thotë forta, nëse heziton dërgoj mesazhe qetësie, urtësie, deri me tash nuk ka pas. Ka deklaratat sporadike. Vlen edhe kjo udhëheq me shembull, pra në kuptimin që nëse kryetari i partisë del, udhëheq me shembull, absolutisht. Nëse do dilte zoti Kurti, zoti Abdigjiku, zoti Hamza dhe zoti Haradinaj me mesazhe për votues, militantët e tyre, gjua atyre do të zbrisë. Po, është roli shumë i rëndësishëm. Absolutisht, sepse e ka monster për sjellje, qoftë në veprimet në rrjetet sociale. Ama dhe kjo rrjetet sociale duhet edhe ty në portaleve që bëhen sikur kërpudhat pas shiut, është shumë e rëndësishme që institucionet tona të sigurisë që të mund të bëjnë sa më shpejt që të mundshme verifikimin e tyre. Unë besoj që këtu ka një agjendë edhe të jashtme, që është pjesë e luftës hibride. Sidomos kur gjejnë terren. Natyrisht Kosova është një terren i hapur, do të thoya tepër sfiduese për neve dhe unë besoj që qytetarët e zakonshëm, të cilët ka një ndjeshmëri të madhe për zhvillimet e vendit, duhet të kenë kujdese jo gjithçka që plasohet në media është e qëndrueshme, është e saktë. Dhe prandaj unë besoj që sidomos në këtë periudhë fushate, sidomos për shkak të problematikave që bashkëfolësit po i ndërtojnë, janë tepër të domosdoshme që të bëhet ndoshta edhe një fushatë sensibilizuese dhe edhe ky emision do të shërbejë ndoshta edhe të tjerash për të kuptuar drejt se jo gjithçka që del në media është e saktë, është e qëndrueshme dhe është e bazueshme. Dhe unë besoj që sidomos në periudhën e fushatës
gjykatës fatkeqësisht kemi qenë dëshmitar do të thoya të lajmeve absolutisht të rreme që kanë rrezikuar deri sigurinë kombëtare të Kosovës. Cili do të jetë roli i programeve, Fatime, ose a mendohet që ndoshta atë që do të servojnë partitë politike në kuptimin e programeve politike do të drejtojnë edhe që të narrativen e shoqënisë dhe të votuesit që me folë mbi bazën e programit. Po e konsideroj që do të ketë alternativa e thashë edhe pak më herët që do të fokusohen pak më shumë kësaj rade për shkak se ka rënë ky polarizimi i skajshëm që kemi folur për fushatën e kaluar atë të shkurtit, kur për hir të vërtetës këto akuzat për mbështetës edhe argat të Serbisë kanë qenë nga gjitha kampet politike, nuk kanë ardhur vetëm nga një krah politik. Për të kësaj e konsideroj që edhe sloganet që partitë politike kanë sjellur janë në kuadër të programit që do shpalosin ato. Për shembull, lëvizja vetëvendosje sloganin e plotë ka siguri dhe begati, që do të thotë këtë mandat do të vazhdojnë fokusohen tek siguria, që ata kanë konsideruar si prioritet, dhe begatia tek mirëqenia e qytetarëve, që ata kanë ato pakot mbështetëse që i kanë për gratë dhe fëmijët, pastaj për kategoritë tjera që janë në skema sociale, sepse si parti e majtë vetëm se filluan që të prezantojnë po, pra, mandej edhe këto pakot tjera ekonomike, sepse ne kemi parë edhe brenda listës kanë futur ekonomistë më shumë për shkak të fokusit që unë e konsiderojnë këtë mandat, nëse do dalin partia fituese, do të fokusohen më shumë. Pastaj kjo mos LSHP nuk e konsideroj që ka ardhur prej zotit Batiri, e konsideroj ka ardhur pikërisht prej njerëzit që ka takuar zoti Kurti për gjatë takimeve që mbante me qytetarët, të cilët qoftë po dhe të vitë për zoti Batiri pse do të ishte gabim. Ajo është vetëm pjesë e listës lëvizjes vetëvendosje. Se konsideroj kryetar komune, ajo është pjesë e listës. Prap, absolutisht nuk e konsideroj si gabim, po e konsideroj që Kurti dhe lëvizja vetëvendosje janë subjekt politik të cilët kalkulojnë dhe masin gjithçka. Nëse ka dëgjuar disa herë këtë pjesën mos LSHP, pa diskutim ne kemi pritur që do të jetë pjesë e sloganit të ri. Sidomos nëse i ka ardhur gjitha brezave, i kanë thënë fëmijët, i kanë thënë të vjetrit, unë personalisht e kam pritur që do tjetë. I kanë thënë, e kemi parë që i kanë thënë, do me thënë ka takuar dhe fëmijë dhe njëri kanë thënë. Nuk është lajmi mirë. Jo, nuk është lajmi mirë, por me gjithatë, ata përcëritin ato që kanë dëgjuar në për shtëpitë e tyre. Nuk po e them që është lajmi mirë, por me gjithatë kështu ka qenë. Prandaj, zoti Batiri e ka dëgjuar nga të tjerët dhe i është dukur interesant e ka ripërcëritur. Shpresë për Kosovën, po zgjedh shpresën, LDK, e konsideroj që edhe këta zgjedh shpresën e ka... Zgjedh, me i nësë nuk ka bon. Jo, zgjedh shpresën? Okej, më kam që të kanë zgjedh shpresën. Problemi zgjidhet... Problemi zgjidhet, po... Po, unë e zgjedh shpresën nuk e kuptoj, po zgjedh shpresën dhe duhet ishte, kështu e konsiderojnë, por si do që të jetë... Zgjedh shpresën duhet, nëse kanë shku zgjedh është gabim, po si do që të jetë ata kam lështuar kështu, u kërkojnë ndjesë, po mund të jetë zgjedh shpresën, nuk e di. E konsideroj që LDK-ja ka pas kritika goxha të ashpra asaj përket qeverisës lëvizjes vetëvendosje, prandaj e konsiderojnë që ata mund të jenë shpresa kësaj radhe për qytetarët. Sa është slogan mobilizues, e dyshoj është më shumë bindës, zgjedh shpresën, ose zgjedh shpresën. Zgjedh shpresën? Kështu qenë ka kocë. Si do që tjetë? Diçka lidhur zgjidhet, po me gjitha të tash... Thuhet zgjedh shpresën, po si do që tjetë ata... Edhe zgjedh dhe zgjidh është e njëjtë. Jo, nuk është bashkë e njëjtë. Po e di që nuk është, po në fjallor. Po si do që tjetë? Të fjallor i gjuhë Shqipe, ta qëtë si të regull. Edhe zgjedh dhe zgjedh. Ne po diskutojmë... Ne e dim për zgjedh shpresën. Keme morë dishka, si do që tjetë, vetëm gajndrohen redaktorët lektorë të të kësë. Kështu është se s'po du me ju hynë hak, me kritiku sloganin, ata kanë zgjedhur. Unë e di që është e drejtë zgjedh, por si do që tjetë, ata kanë zgjedhur, kanë bërë të zgjedhje. Se keme zgjedh bukur. Por si do që tjetë, e konsideroj që edhe kjo është një slogan që mobilizon, pa diskutim, edhe konsideroj që në kuadrë të kësaj do tjetë edhe programi politik i LDK-s. Do të ofrojnë alternativ tjetër, sepse janë partije djathë, edhe pse prej asaj që pash sonte në shpallusin e disa pikave u tha që do të ofrojnë mbështetje për nënat dhe fëmijët, që unë e konsideroj që një subjekt i djathë do duhet të fokusohej më shumë te sektori. E ka ndryshuar programin e shkurtit? Nuk e di, po thekë si... Sepse nuk arrita pash vetëm kuptimin e
e titujve, në kuptimin e numrave, edhe të vendosjes edhe të Po, aty shkoj fokusi, i do që për mu ishte çudi. Te policia një pok për 900 euro. Po, këta kanë pasur se cili për tyre një program me si në shkurt. Nuk është se kanë ndodhur shumë ndryshime. Ka qenë rritja koeficientit në nënë shkurt, përsa tënë e poshtë që veç ka kalu në rritje në paga, drejt për drejt, qafë në ushtri, qafë në polici, qafë në arsim. Po kryesisht e paga, të sektori publik pra. Sa këto shifrat e fushatës? Sa shifra? Ja, qëta e urrej pak në fushatët e këtyre të ndërrumë. Me ironi e thash, po. Po të kuptoj, për thot, ku mi dhonë 500 milion euro për këto 500 milion, dikur për delaj, këtë bugjeti o 4 milion. Se kemi avansu, për para kanë thënë të ta kemi liberalizimin e vizave për 15 muaj, këvec pak. Për një vetë që kemi me dhonë paga e tjere. Kjo gjumë, këto premtime unë besoj dhe shpresoj që këta kandidat që janë kandidat për kryeministët vendit, nuk duhet mi dhonë. Do të me shkel pak në për tokë, sepse qytetarë mund është me agëny shumë letë. Me gjitha taj takmerë. Edhe s'munësh. Po jo se ti thu kome të rritë da i beson në seriositetin tuaj si kandidat serios, që me të votu sepse ti kime rritë poga. Me gjitha ta nuk e lejan. Bugjeti i shtetit për me të rritë poga, bon 50%, bon 30%. Ti kur posta dik besoj që qytetari sot këgja kalkulore. Qytetari, po me gjitha ta nga njerë qytetari po verbuhet, sepse ne nuk po votojmë për program, po votojmë për kandidat, për individ. Po, në ne duhet të votojmë për program. Duhet të thënë që roli i liderit dhe kandidatit deri tani që është shërua dhe që është propagandu para votuesve dhe para qytetarëve të vendit. Pyetja fiturës po thotë cili është roli i plan programeve në këtë zgjedhje dhe nëse vrejmë është se partitë politike kanë marrë sikur më përpara seriozisht çështjen e premtimeve të listuara. Po. Edhe kjo është shumë pozitive. Unë arrita të dëgjoj një pjesë të prezantimit televizit vendosje dhe sa arritet dhe shokërtori i këtij subjekti politik, zoti Kurti, shkon deri në detaje se si do të mund të lirohen nga tatimet prodhuesit vendor. Pra, pse ndodh kjo dhe në çfarë etapash të cikleve politike ndodh? Pas një rrëmuje, do thëja, populiste që përmbyset, populizmi nuk qëndron gjatë. Jo. Mund të prodhoj një frym, një ballon, po pastaj bie. Dhe kush fiton? Fiton gati teknokrati më i mirë. Ai që shkon me politika të qarta, programore të mashme dhe të realizuar. Këndeshe Kurti kështu si teknokrat karshi, që ta bëjmë pak më të kapshëm debatin e... Jo, e kam fjallin ta shkon me gjëra të mashme fitore. Po, në gjëra të mashme dhe dukshme. Këtu prarimet e premtimet, kështu do thëja... Besoj pajtohesh që atë çfarë kanë premtuar në shkurt, qytetarja harron pas një muaji. Jo, nuk qëndron ajo, sepse s'ka qenë kurrë gjë ajo në fakt. Ato se moj men, ju qytetari pas ne që kemi analizuar mirë. Se që mire ka kohë. Unë desha në kësaj radhe me Sadikun se më lejohet vetëm. Amo vetë përfundoj se do të dalkesh pastaj. Ajo që e piketoj Fatimia ka të drejtë. Sepse do të mosh mend tash për kategoritë nga poshtë deri lart, nga fëmijët të çdo shtresë, të secili grup, të secili ndërmarrës, të secila shtresë. Se kanë problem këtë punën e fëmijëve dorëhet. As do duhet fëmijët që as nuk janë votues. Sepse nënat janë votuese. Po, e nënat janë gjysma e elektoratit të Kosovës. Po pikërisht. Dhe ato janë përcaktues për fiturin. Fëmijëve, më mirë thuhet do të mbaj mend për grave dhe nënave ka. E kam fjalën, jo se e kam shtresat votuese. Shtresat, ato shtresat. Mirë do të ishte mos ta njohin asnjërin politikan. Absolutisht. Madje edhe të rriturit do të bënin kuptimin që jo më njoft po më njoft ç'është duhet. Dhe në kuptimin që do të them se partitë politike po shkojnë në detaje, sepse synimi i tyre është që të marrin secilin votues nga secili target grup. Edhe kjo është e gjitha çfarë do të them. Po, do të flas po si pastaj kam një pyetje tjetër, se po atë me u ndërlidh me sa. Desha rreth këtyre premtimeve. Unë nuk e di, do të jemi sinqert, nuk e di komplet ofertën që jo, ende se di apo më duken më serioze në bazë të ofertës së shkurtit, personalisht nuk më pëlqejnë këto ofertat, paga në rritje 50%, ndoshta do të ishte për partitë më produktive. Nëse ofrojnë, bëjnë ofertë e cila është realizueshme edhe pa mjete nga materiale. Ta zënë, për marrë konkretisht dy çështje. Ta zënë, Prishtina aktualisht është në kaos urbanistik.
Në besoj pajtohemi. Këto do të më Kjo thonë është në edhe zgjedhje një atim ku lokale. pajtohem. Jo, unë mendoj që çështja urbanistik, do thotë kaosit urbanistik nuk ka të bëjë vetëm me pushtetin Nivelin lokal, po. Jo, është Ministria e Mjedisit, është ka të bëjë me pushtetin lokal, po edhe qendror. Dhe këto 20 e sa vite askush asgjë s'ka bërë, nuk ka bërë as këto 5 vite, absolutisht. Dhe Prishtina nëse vazhdon, Është mostra më e nëse qartë. vazhdon me këtë tempo të ndërtohet pa kontroll, gradualisht do të bëhet e pajetueshme. Aja pjesërisht edhe tash është e pajetueshme. Kjo nuk kërkon mjete, kërkon përkushtim, Kërkon qeverisje, kërkon llogaridhënie, absolutisht. transparencë. Edhe kërkon, do thot, e dyta, ta zëm çmimet. Tani, secili ka mundësi të udhtojë dhe udhtojnë jashtë. Unë para disa ditë, para do kohë kam qëndruar në Prag, shkurtimisht dhe e hetova në supermarkete, çmimet e shportës e kam fjalë, jo të shportës bazë. Janë më të lira se nëse nuk janë më të lira, më të shtrejta nuk janë. Çmimet janë në nivel Ka pas përpjekje për këto. Di, por ato përpjekje nuk janë, ta zëm, është dërgu, do thotë, është pengu me kërkesën e kërkesën e gjykatën kushtetuese, por ka pas mundësi tjetër. Unë mendoj që Nuk është pengu. Nuk është pengu, nëse lezohet vendimi. Nuk e ka qenë antikushtetues. Jo, përkundra gjykata kushtetuese e ka mundësuar. Mos ta merr ministri dhe kryeministri obligimin. Absolutisht, jo. Por krijohet edhe në karshim me ligje të tjera, krijohet një organ i pavarur. Absolutisht, do thotë nuk e ka. Gjykata kushtetuese nuk e ka pengu vënien e tavanit për çmimet, por është kërkuar që atë mos ta bëjë qeveria, po ta bëjë një organ i pavarur, shkak të ekonomisë libre. Absolutisht. Zoti Koce, kjo të shporta që është më alirë Kjo nuk ka të bëjë me mjete. Kjo ka të bëjë me vullnet politik. Jo, ka të bëjë me vullnet politik, por edhe të rritja pagoj për 50% lidhet me qëtë shportën e cila është me shtrajt këtë se sa është në provë. Po me gjithë atë, zëqiri pavarësisht vullnetit mirë edhe dëshirës tonë, me gjithë atë është një bugjet i cili përcakton linjat bugjetore dhe deri ku mund të shkosh, se për shkak të të hyrave të mdoja që krijohen. Kjo dhe makesë tjera. Po kjo është makesë, sepse nuk është menduar nga institucioni që menaxhon çmimin. Që ta kthejmë, mendoni që këto do t'jenë temat, se kjo ishte pyetja ime e radhës. Si do t'listohen temat? Unë bëj mend, fushatat e kalume është folur edhe për dialogun. Nuk do të ecë kështu dialogu, sepse e kemi harruar pak për shkak se s'kemi pas institucione. Po, sa ti kemi institucionet, ne do të kemi kërkesa për me normalizu marrëdhëniet me Serbinë. Do të ketë pyetje të gazetarëve drejt për drejta që çfarë mendoni për asociacionin, si e mendoni marrëveshjen e fundit, si e mendoni veriun e vendit në kuptimin edhe të fitores të listës sërbe atje, se si do të ecë tutje, do të thonë çka pas zgjedhjeve, si mendohet puna e energjisë elektrike, si mendohet mirëqenia në përgjithësi e qytetarit. Do të ketë një interesim, po, e shumë çështje tjera, sidomos në diplomaci, duke i ditur se çfarë po ndodh edhe në rrafshin global. Si mendon që do të drejtohen këto tema, sepse thënë të drejtën është edhe e rëndësishme edhe mediat si drejtojnë, sa herë që ti kanë intervistë politikanët, do ta kenë një rol shumë të rëndësishëm që a do të merren me këtë narrativën kush çka kujt i tha, apo do të kërkojnë përgjegjësi konkrete për çështje të tilla. Tani, sa i përket dialogut nuk e di, sepse ajo është pak çështje shumë e mjegullume tani, edhe sepse ka trazira edhe në Serbi, ka dilema rreth atij dialogut, do të thotë, nuk e di, nuk besoj që do të merren me dialogun, sepse thjesht nuk sjell vota. A më shumë, nuk sjell dhe nuk është. Apo do të pas qëndrim. Por, absolutisht që duhet të pas qëndrim. Në rrethana normale do duhet të kishte qëndrim, por ajo që mua më habit më shumti. Ajo që mua më habit më shumti, jo vetëm në këto zgjedhje, ose ato të shkurtit, por më parë është fakti që partitë tona politike absolutisht nuk përmendin raportin e Kosovës me Bashkinë Ndërkombëtare, do thotë politikën e jashtme. Ju shumë rrallë herë, ju gati rrallë, po fare nuk përmend, ndërkaq që për Kosovën ajo është një nga komponentet më të rëndësishme. Rrallë ka vend, nuk besoj që ka vend botë që varet nga Bashkia Ndërkombëtare si Kosova. Ku me marr fatin, po mos varreshim, por kjo gjendja reale ta zëm momentalisht ka lëvizje të jashtëzakonshme në botë. Praktikisht ka paralajmërime, jo vetë paralajmërime, është vendim i marrur
tërheqja Amerikës nga Evropa, tërheqja ushtarake. E diskutum bashkë këtë, para kure e caktum si tem, e përmene këtë paqen amerikane, Pax Amerikane, e cila realisht thët tërheqjen ushtarake të SBA-ve nga Evropa. Që neve na prek më së shumti. Nuk do të thëtë. Nuk do të thëtë. Shqa, ata në strategjinë e nacionalit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, potencohet do të tërheqja nga politika Pax Amerikana, kjo që thati paqja amerikane, do të thotë nuk do të ruhet Evropa më, nuk do të ruhet paqja në Evropë me ushtarët amerikanë, por kjo nuk do të thotë që ata do të tërhiqen nga Kosova. Është investim i vogël rasti i Kosovës. Ne jemi vend i vogël, ata me 700 trupa që i kanë, 800 nuk e di saksisht tani, nuk është ndonjë ngarkesë e madhe, i kanë 34 deri në 50.000 në Gjermani. Do të fjala është për atje më shumë. Për ndryshe ata do të mbeten pranishëm të zëmë në Kosovë, pjesërisht besojnë në Poloni, por ajo që është esenciale, ajo që desha ta potencoj. Nëse kaluarën, por gjithmonë mbetet fokus është interesat amerikanë, pas 20 vitesh, brezat e ri nuk do të pyesin a i kanë rritur liderët e Kosovës pagat në vitin 2025 ose 26 për 30 ose 20%, por do të pyesin a kanë ditur të gjenden në ndryshimet e mëdha botërore që kanë ndodhur? A kanë ditur të identifikojnë kush është aleati ynë? A kanë ditur të radhiten pas aleatit? A kanë ditur të përfitojnë maksimumin, sepse praktikisht, aktualisht, ajo që na kemi shumë interesa edhe për integrim në organizata. Na nuk kemi integrim BE, nuk e kemi ende as Këshillin e Evropës, që është zjera. Pra, mendon që... Këto tema në Kosovë nuk e prej. Nuk do të prekën fare këto tema as në... Deri më tashti, nga përvoja deri tashme, integrimet evropiane... Në kuadrë të kësaj më përmend që për shembull sot kemi marrë lajmin që masat Bashkimi Evropian ka filluar me Komisioni Evropian ka bërë të ditur që masat dhe Kosovës do të hiqen. Nuk është gjithçka kaq gri, megjithatë, unë e konsideroj që në një botë me shumë pasiguri, pa diskutim e konsideroj që megjithatë është edhe në interesin pavarësisht propozimeve që presidenti Trump po jep, e cilat pastaj nuk po jetësohen për shkak që ka edhe filtrat të tjera atje. Unë e konsideroj që paqja në Evropë gjithmonë është mirë mbajtur me fuqinë amerikane dhe një gjë e tillë do të vazhdoj. Tash nëse është strategji për të kërkuar më shumë para dhe më shumë mbështetje prej Evropës që është diskutuar në vazhdimsi, këtë do ta bëjnë pa diskutim dhe mirë që e bëjnë, por unë e konsideroj që interesat e Ballkanit dhe interesat e Evropës pa diskutim që do të vazhdojnë të mbrohen nga ata që janë mbrojtur gjithmonë dhe kjo është diçka që një trajektore që do të vazhdojë. Pavarësisht unë konsideroj që partitë politike duhet diskutojnë në këtë fushat edhe për këtë, por megjithatë është jetike dhe është e rëndësishme që secili subjekt politik që ka me ardhur dhe ka me kaluar nëpër studjet televizive para qytetarëve dhe para njerëzve, analistëve dhe të tjerëve që do të jenë pjesë e studiove televizive ta kenë të qartë jo orientimin se dihet tash më mirë filli, pavarësisht akuzave dhe kundër akuzave, orientimi jonë dihet cili është pro-perëndimor, nuk kemi alternativë tjetër, nuk kemi rrugë tjetër. Mund të ketë shkarje të vogla aty këtu, por megjithatë askush... Ka disa gjëra që janë fundamentale në këtë mes. Pa diskutim, pajtohen, por megjithatë rrugtimi duhet të dimë qëndrimet e partive politike, Fatime, në lidhje me pikat kyçe të gjithë tjera. Sa i përket dialogut, sa i përket marrëveshjes, kjo mund të qëndrojë. Pajtohen këto. Dhe ju e dini që kemi qenë bashkë me partitë politike, jo, unë nuk dyshoj kurrë në rreshtimet e Kosovës, po mënyra se si interpretohet politika jashtme përcakton pastaj edhe nuancat. Edhe përcakton edhe imazhin tënd të partnerët, kjo s'ka dilemë. Unë besoj që është fundamentale nga skena jonë politike të dihet qartë se është përgjigja që për mua është çështja kyçe. Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe për mua është çështje kyçe. Edhe pa por, realisht, duhet ta thënë saktë. Do ta bëjnë si do ta bëjnë, nuk u pëlqej që ballavaçohen. Kjo nuk është për mja vendos vetet një barrierë. Kjo është për të pas sakt pengesën të cilën e kemi përpara. Dhe kjo nuk ka të bëjë me Serbinë, kjo nuk ka të bëjë me Bashkimin Evropian, as me SBA-n. Kjo ka të bëjë me neve si problematikë sepse ne kemi këtë problem. Dhe këtë problem e kemi të dëshmuar tashmë në dy marrëveshje. Ne kemi në Bruxelles, kemi në aneksin e Ohrit dhe është zotimi marrë nga Republika e Kosovës. Dhe tash, si mund Kosova ta implementoj të njëjtën? A mundet Kosova ta përdorë të njëjtën? A mund Kosova të jap disa indikacione pozitive? Edhe nuk është tem që nuk i merr shumë kohë secili që do të jetë krye qeverisë. Ne jemi dëshmitar që
kjo mund të mos jetë fort popullore. Po. Kjo mund të mos jetë, se ta themi që të sjell vota ose të sjell të tilla. Partitë politike disa kanë dhënë disa qëndrime, ne do të dërgojmë në gjykatë kushtetuese, pastaj do të vendosë ajo e kështu me radhë. Por kjo është njëra nga temat. Po tema e dytë është Kosova nuk duhet të abstenojë në politikën e jashtme. Edhe kjo është gjëja fundamentale që po e ngreson. Sepse vendet e vogla sikur Kosova, të cilat akoma se kanë kompletuar një ujë, akoma se kanë të forcuar shtetësinë, akoma se kanë të siguruar prezencën në arenën ndërkombëtare. Një vend që sigurinë e saj kombëtare ka të mbështetur ekskluzivisht te një mision i caktuar ndërkombëtar, që me gjithë dëshirën e saj ka akoma për të bërë në sektorin e mbrojtjes. Jemi shumë vonë. Këtë mbrojtja e Kosovës ka qenë barabartë me një mbrojtës Liverpoolit. Pra Kosova ka dhënë 80 milion euro, a një mbrojtës Liverpoolit kushton 120 milion euro deri vonë në sektorin e mbrojtjes, dhe kjo është ironi. Dhe kjo duhet ta themi publikisht. Prandaj ne jemi shumë vonë në këtë sektor, por unë dua që ta shoh një leadership i cili i jep përgjigje secilës. Dhe për te kalkulimeve për votë, është tepër e rëndësishme për neve që të shohim Kosovën me vizion për të ardhmen, që tregon se cili është e ardhmja në stabilitetin makrofinanciar, politik, sigurisë, këtu e ka vitet dashme. Cili kandidat për kryeminist e merr guximin veten para votuesve, para qytetarëve të Republikës, edhe thotë unë zbatoj marrëveshjen e asacionit. Duhet ta kërkoj qytetari që këtë radhë gazetari këtë guxim. Apo kupton se këtu është problemi Sadik. Sepse mund mos ta ketë guximin, po mos ta merr rolin e kryeministrit. Duhet kërkohet nga secilit që dihet. Po jo, sepse është qytetari pastaj që vendos. Ndoshta ka qytetar që dëshiron ta përfundoj këtë punën me Serbinë, edhe ta pranojë edhe asociacionin. Edhe tjetri mund të vendosë një kandidat të guximshëm. Le të deklarohet gjatë fushatës që unë nuk e zbatoj asociacionin e komunave serbe. Unë kryj dhe ne e dim se ky subjekt politik nëse dënë me votu, Plus që tash është tepër lehtë me kërku këto, sepse të gjithë e kanë provu qeverisjen. E din se si negociohet, e din se si bëhet trysni. Realisht një është për temave që e thamë asociacionin, po ka tema tjera edhe të brendshme. Ne kemi pas problem Fatime me kodin civil. Brenda partisë politike të njëjtë ka pas njerëz që sot janë tash në një parti tjetër politike, ka kod civil, i cili pastaj ka reflektuar tek Këshilli i Evropës. Kosova s'ka ujtë pishëm. Ne kemi probleme bazike, prandaj konsideroj që tema e rreshtimit politik tashmë dihet, është e qartë, kurdo që del prej atij rreshtimi që ne kemi edhe si trashëgimi politike të liderëve të mëhershëm, unë e konsideroj që as nuk diskutohet për me marrë votë fushat. Do të thënë pajton që kjo s'ka tema, por e konsideroj që nuk mund të thuhet që kemi abstenuar sa i përket politikës jashtme, se kemi pas presidentin që ka qenë shumë aktive në këtë drejtim. Çka mund të themi këtu sot është fakti që ne po flasim për presidentin. Ndoshta nuk kemi qenë ndër top tema, sepse konfliktet e shumta na kanë zhvilluar. Ajo është institucioni i pavarur. Fitu Fatime ti që është institucioni i pavarur. Asi do të votojë për presidentin. Në grupe lobuse në financime. Ma dhe kemi kaluar. Kosova është vend i vogël që melon kështu. Pardon, por megjithatë si qenë në fokus për shkak të rrethonave dhe konflikteve. Vetë ta përfundon Fatimi akoma më një herë. Po, unë e konsideroj që megjithatë pavarësisht vullnetit ton për të qenë top team, nuk ka qenë e mundur sepse ne e dimë. S'ka nevojë madje ka njerëz shumë që mos ka top team. Po, kemi qenë këtë konfliktin e madh i cili shpërthej me Ukrainën dhe Rusinë, pastaj konflikti i vazhdueshëm në Gaza mes Palestinës dhe Izraelit, detyrimisht ka spostuar sa i përket agjendës edhe prioritetit. Këtë do të merrit vigjilencën e bashkëpunimit me partnerët. Unë konsideroj që kemi shumë të lashtë të brendshme prima bazikeve për cila duhet me mbajt përgjegjës këta lider politik. E tek pastaj në një fazë tjetër ndoshta me pretenduar me këtu janë dy gjëra të ndara sepse ju dini se politika e brendshme nuk mund të funksionojë edhe pa partnerët. Megjithatë, këtu janë të ndërlidhura edhe presidenti është institucion tjetër te politika. Do të thotë nuk e ndaj atë mendim që ka pasur sukses në politikën e jashtme në Kosova, përkundrazi ne para 2 javë nga ambasada amerikane erdhi pohimi pas vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor për mos certifikim të listës serbe, erdhe ka ardhur një konstatim shumë i rëndë. Në Kosovë minohen interesat amerikane, stabiliteti i Kosovës dhe interesat amerikane. Është hera parë që ambasada e Shteteve të Bashkuara, praktikisht te departamenti, e bën një gjë të tillë. Tani s'po duhet hy te vendimi për pezullimin e fillimit dialogut strategjik, s'po duhet përmend masat e Bashkimit Evropian, cilat mendoj që janë pa drejta, krejtësisht, absolutisht janë pa drejta dhe janë vonu shumë me heqjen e tyre, por
Në rastin e qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara, pak kush mund t'i kontestoj. Do thot, nga ana e Shteteve të Bashkuara ka pasur maturit jashtëzakonshme në raport me zhvillimet në Kosovë. Por, të vijet gjendet në situatën në Kosova, kur ambasada pohon që po minohen interesat e Amerikës në Kosovë, mendoj se nuk është... është shumë serioze. Unë e kam këto nga, më falje dhe sa tekin nështa për insistimin, nga dëshira për të kuptuar se politika jashtme është punë e përditshme e vendit tonë. Dhe çfarë do që të bëhet është pak për një vend që është në proces të bërjes, në proces të kompletimit të shtetësisë. Edhe ministri punëve të jashtme si çdo më marr me punë brendshme. Unë konsideroj që Kosova duhet që të jetë më e gatshme në angazhimin e saj, sepse situata e saj është e ndjeshme. Edhe kjo është e theksim. Një vend i cili duhet të lobojë më shumë, unë jam absolutisht i bindur që Kosova ka pas lobim më shumë në vitet e 90-ta se tash, kur jemi shtet. Dhe kjo është diskutimi që unë duhet ta ngres këtu. Pra ti kur s'ke pas asnjë strukturë dhe kreti ke mobilizu atë bashkësinë ndërkombëtare, sa ke mujt, me fondet e vullnetarëve, në fondet e kontributorëve shqiptarë të atjeshëm, po dhe të Evropës, dhe ti sot i ki shtetin, i ki strukturat, pse nuk le bën? Pse nuk kemi një aftesë për biznes amerikane? A peshes qasin që Trump ka ndaj Ballkanit? Ekonomia, biznesin, ndërmarrësia, ai këtë e dën. Do të kuptojmë pak dinamika geopolitike konsideroj. Duhet jemi edhe real, sepse ne jemi treg i vogël, megjithatë nuk je atraktive dhe nuk je në interesin. Unë mendoj që Kosova ka mjaftueshëm se një superfuqi si janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fatkeqësisht, sepse vullneti do të ishte pa diskutim, por megjithatë ata synojnë tregjet nga dhe synojnë vende ku ata e kanë të sigurt investimin e tyre. Me 1 milion banor nuk je as atraktiv, madje nuk je as për investitor të mesme. Por si do që tjetë, nuk e konsideroj shqetësuese e as ma pak këtë fakt për shkak se po është vendosur, është votuar kundër një subjekti politik, një strukture politike, për cilin e kemi diskutuar disa herë, kur asnjëherë vërkimet Kosovë-SBA nuk kanë qenë bilaterale, që Kosova ka cënuar interesin Amerikan. Kosova duhet mbrojtur interesin e saj. I kuptoj deklaratat diplomatike sepse duhet reaguar. Por megjithatë, nëse është cënuar interesi listës serbe, nuk është cënuar interesi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duhet jemi real në ata që themi. Jo, ne kemi pas një reagim edhe për Bashkimin Evropian. Disa masa. Edhe kjo mund të jetë qëndrim. Edhe ky mund të jetë qëndrim, i cili ka një vot elektorale. Mund të jetë qëndrim që për punët e mia të brendshme ne vendosim kështu dhe tjetri mund të thotë që ne shkojmë kështu. Do të thotë ajo që ne po e diskutojmë pa jetë gjyq politike, po diskutojmë temën, sfidon në temën. E njëjta çaja SBA që para ditët i bën 20 tonke ose këtë artillerin ta sjell këtu, është e njëjta SBA, nuk është një SBA tjetër. Pra, edhe kjo është po ku është defekti? Te lobimi more? Pajtohem. Te argumenti që në Dorajeti pajtohem plotësisht që duhet sqaruar se ka ndodhur kjo. Natyrisht edhe shumë faktorë të tjerë. Veprimet e tona këtu do të. Po edhe për këto do të më dëgjoj tani. Do të më fol me lobu more, me fol lobu. Por fol për ditë. Pajtohem edhe me atë që tha Fatimi, që realisht problemet e brendshme ose hallet e qytetarëve sa mirë, e kam një pyetje për Fatimin unë. Nëse qëndron kjo Fatime rreth listës serbe, atëherë PZAP-ja, si e komenton vendimin e PZAP-s? Po e komentoj në kuadër të kësaj, të imponimit të vazhdueshëm. Bashkimit me listën serbe apo jo, absolutisht. Unë konsideroj që kjo gjuha e përditshme për konsum politik nuk do duhej të parashtrohej gazetarëve analistëve që janë në studio, sepse ne e di mirë filli edhe kur asnjëherë një akuzë e tillë nuk ka ardhur prej nesh. Unë kam thënë këtë studio që nëse të gjitha subjektet politike në KQZ do të votonin kundër e jo të abstenonin, jam e bindur që edhe PZAP do të reagonte edhe do të vendoste kundër kësaj liste. Ka pafundësisht argumente për të votuar kundër kësaj strukture. Fakti që këta nuk votojnë tregon që janë të ndikuar edhe janë në presion mbas edhe prej miqve tanë dhe aleatëve tanë ndërkombëtar, por konsideroj që duhet të bien prej presionit. E nëse drejtësia pastaj i ndalon,
unë jam e bindur që aleatët tonë kanë me qëndru propa vendimeve gjyqësore, sepse gjyqësori është i pavarur. Ka që thjesht është, por kur kemi lajtitje të tilla dhe kur gjyqësori merr vendime të tilla, pastaj obligohen edhe me ndërkombëtar me shumë deklarata si kjo. Për këtë mund kemi kontradikta, por unë asnjëherë nuk kam thënë për dikon që është i rreshtuar me Serbinë ose jo, por vendimet e tilla mund të vinë për shkak të ndikimit. Por nëse votohet kundër, edhe me votu të gjithë kundër, PZP është gjykohet, ata janë gjyqtor, ata nuk janë përfaqësues të partive. Kemi parë disa herë vendime që kanë qenë dënuar. Po ashtu edhe PZP mund të marrë në vendim. Por gjykata supreme, që është shkolla e dytë, diçka merr në vendime të ndikuara politikisht në vazhdimsi. Ne është kohë të gabuar të kundërshtimi brenda KQZ-s, edhe pse është institucion i pavarur. Pa diskutim që ka ndikim, sepse faktet janë. Ka diçka pozitive në këtë mes, dhe pozitivja është aktakuza që është ngritur nga prokuroria speciale për instrumentet të cilat janë të lidhura ekskluzivisht nga ky subjekt politik. Ajo që ka ndodhur pastaj së fundmi në KLK është e qartë për strukturën do të thoya parapolitike që ambalazhohet si subjekt politik dhe ne gjithë e dimë këto. Por edhe për këtë besoj që ka nevojë që të trajtohet nga një prizë, kjo është e faktume dhe pastaj të japet një verdikt gjyqësor. Unë besoj që kjo me verdikt gjyqësor do të lehtësoheshin gjërat, besoj. Kjo është gjëja fundamentale. Edhe mos harrojmë diçka, së fundmi është ngritur një aktakuzë tash edhe për disa individ për rastin e Ibele Pencit, edhe ata nuk shkojnë shumë larg nga kjo strukturë politike për cilën apo flasim. Dhe votimi kundër për këtë do të jetë ka një rrezëm politik, ka një kosto politike. Natyrisht, ka edhe aleatët mund të thojnë se kjo mund të jetë minim për votën e pakicës në Kosovë. Edhe mund të thojnë. Por mos harrojmë, nuk mund të abstenuohet fakti, nuk mund të përjashtohet fakti që individët e kësaj strukture kanë dashur me ja përgatitur Serbisë aneksimin e Kosovës. Po pra. Kjo është gjë. Se duhet me vazhdimsi elektoratit të nacionalitetit serb. Me votu lirë. Që ata të votojnë lirshëm, të mendojnë ndryshe nga të tjerë. Kur është një ta strukturë që i kushtozon sa i përket punësimit, sa i përket dimit të mirë. Kuptoj, ata duna me përfundu. Deshta mos më u përfundu mendimin, po ashtu siç thash edhe në fillim, do të munduam pak me fol për këtë temë, sepse mendoj që qytetarët e kanë shumë rëndësi, janë pak ditë fushat. Nuk e di se sa do të ketë mundësi të shpaloset në këto ditë fushat, po janë zgjedhje të rëndësishme, sepse po pretendohet me u zgjidh edhe zgjedhjet e prillit. Edhe besoj që kjo është tema. Ajo që tha Fatimi, ajo që tha që hallet e qytetarëve të brendshme janë kogja të shumta. Ne sot u përmend shporta e konsumantorit, shtrejtimi i energjisë elektrike, duket një farë krize e familjeve cilat jetojnë në Kosovë, besoj që për këto kanë me kërku një farë përgjigje ma konkrete. Mendoni që partitë politike do të shkojnë me këtë për rritjen e pagave, kaq për këtë, apo do të jenë pak më kreativ në programet e tyre për me tregu që ekonominë ma të qëndrueshme, e cila nuk është kritë në shifra. Shiqa, të gjitha partitë politike që po garojnë këto zgjedhje, ashtu edhe kanë garu në shkort të 2025, por me gjitha ta, tani duke që janë të fokusuar më shumë në fushën e ekonomisë. Dhe premtimet e tyre janë që pothuaj se të gjithë kanë rritje pagash. Të gjithë të përmendin edhe rritjen e pensionit, edhe rritjen e pagave, edhe rritjen për nënat lehone edhe kështu nëse i shes si figura paskum ekonomist ko gjama shumë. Dhe kjo është një e mirë që mund me do këto të gjitha realizohen. Dhe në të realizueshme. Prandaj që të gjithë, nuk janë ka japin shifra të mdoja, por shuma të 50% që të 30% është e mundshme, duke u bazu në rritjen edhe shtrajtimin e shportës, ashtu që shëta dhe Zoti Koci. Prandaj është mirë që të gjithë janë fokusu. Unë sot e përcjella edhe kandidatin e LDK-s, i cili pothuaj se gjysmën e fjalimit e pat të zhvillim ekonomik, të rritja pagave, të rritja pensioneve tjere. Po ashtu edhe parti tjera. Prandaj është e mirë. A është bara zhvillimi ekonomik vish me rritje të paga, po them? Shiqërë, ne këto fabrikë së mundë me hapë, se në Kosova ne kemi për fatkesisht dyrët e mbyllura.
Nuk mundu ha fabrikë, po mujna me jashtme zhvillu nuk është bujqësie, duke cila funksionu. është dek shumë e rëndësishme zhvillimit ekonomik. Po me që politika nuk është duke funksionu dhe Sa do që nuk është atraktive kështu për media, po është një prej digastereve tepër të rëndësishme. profitabile është. Është shumë profitabile. Sikur më parë në trend edhe Apo nëse më me lejot. më let shkon te qytetari kjo rritja e pensioneve, pagave e të tjerave, se sa një zhvillim ekonomik më i qëndrueshëm që vjen prej një dikasteri që na e di që s'kemi industri, po Jo, kjo është fokusi që... Nuk ke që kam i përëntu, se s'mund është i përëntu qytetarë që do të hapin fabrika. Po letësar më lekcion biznesin, ndërmarsin. E kështu që të rrimet e përëndave, sa më të ulta, burokracia, është me binte se për votimisme dhe për qytetarën e Kosova Republikës. brenda 2 viteve të ardhshme do të me përfundu rrugët kryesore që ka të nisura. Për Pej, për Gjilan, për Mitrovic, Kam tregon se frikë që do të shkojnë edhe 4 po vite tash dhe ti të përfundojnë. ki frikun po të kallë çfarë do të më bëj, dhe kam frikë që shkryen edhe më shumë se 4 vjet. Po un po flas çka është e dura dhe çka do të më prit prej ndërmarrje njerëzve. vogla, të mesme, Kosova aty ku ka mundesh. një industri që është në gjumë. Kjo është industria e rëndë që lidhet me metalurgjinë. Kosova pa një investitor të fuqishëm nga jashtë, i cili potencialisht do të jetë amerikan, që mund ta rivitalizojë Trepshin dhe gjithë në sektorët e saj, nuk mund të këndelet qëndrueshëm ekonomikisht. Gjëja fundamentale për Kosovën është një qëndrueshmëri energjetike dhe pavarësim i plot në kuptimin përmbajtësor të fjalës. Unë dua të di nga subjektet politike a mundet Kosova të ketë qëndrueshmëri energjetike për 4 vite të ardhshme. Se është opsioni i tyre. Është përmend, ka për mosha mend Fatime, është përmend një termocentrale ose një central me gaz në Ferizaj me disa kështu modele që i patën bërë, po pa moti konkrete, pa një plan të detajuar dhe pa diçka që mua do të më ishte bindës. Pa parcelën e ndarë, pa këto dhe kur i them kështu vrej që nëse është sikur që edhe përmendet kuci më herët, sikur para 10 muajsh kur ishte fushata, nuk më jep asnjë indikacion pozitiv që do të kemi diçka përmbajtësore, por fillimisht po vrej që partitë politike nuk do të kenë fasha ideologjike. Shumica prej tyre do të fokusohen te gratë, te fëmijët, te grupet më të ndjeshme të shoqërisë, te reagimi me pagat. Edhe kjo tregon se mos prit çka thotë të djatha, çka thotë të majta, çka thotë partitë të qendrës, pra këtu të gjithë u bën të majta, këtu të gjithë u bën të djatha, këtu të gjithë u bën të... Besoj që është e paarsyeshme të diskutuar. Jo shumë e rëndësishme sepse kam përmend edhe në orientimet e tyre politike, në një parti të djatha, ndërkohë politikologi dim, po realisht partitë të na veç ideologjit qendrës nuk kanë, se është parti e majtë bën politika djatha, është parti e djathtë bën politika të majta, ose bën koalicione e çështje të tjera. Nuk është diçka që diskutohet, por nuk do të jetë që nuk do të diskutohet në të ardhmen. Mos smush me folë edhe për tregun e lirë fitore, smush me folë edhe për ndërmarrësinë, edhe smush me folë në të njëjtën kohë edhe pastaj për këto politikat e pastërta sociale, sepse këto bashkë nuk shkojnë, sepse s'ki ku i merr parët. Ato që përmendin Sadiku, ti mos fol edhe për rritje pagash, edhe për rritje të ndërmarrësisë në të njëjtën kohë, sepse këto dyja nuk shkojnë bashkë si politika, janë të pamunshme të implementohen si të tilla. Është herët me mendu rezultatin në emisionin e fundit ke thënë që nuk sheh fare ndryshimi në rezultat. Mendon që fushata mund ta ndryshojë rezultatin? Mund ta ndryshojnë, besoj nëse do të ulen tonet, nëse do të hiqet çdo primesë asaj që thash në hapje të uratorisë së urrëties, do thotë, kam përshtypje që ka neverinë opinion me edhe në aspektin e performancës kandidatëve për kryeministër, por edhe listës zgjedhore. Fushat lokale, për shembull, ka pas raste kur në fillim i kemi mendu disa vende dhe pa balotazh, për shkak qëndrimeve, leadershipit që e kanë pas kandidatët për kryetarët komuna, por pastaj kanë dalë kandidat krejtëri, cilët kanë qenë interesant, edhe në media, edhe në mënyrën se si e kanë prezentu vetën, edhe ka pasur ndryshim rezultati. Mendoni që mund të ketë farë ndryshimin, ose mund të ketë farë skandali gjatë fushatës që mund të ndryshoj rezultatin e partive politike, parti që mund të rritët shumë, e parti që mund të ullet, pa fol prej listimit partive politike, po flasë. Tani, para që do të them është fakti që hetoj që elektorati është i lodhur. Dhe nuk është ajo vëmendja që ka qenë të azim në shkurt. Jo, mendoj. Unë mendoj s'paku, ndoshta nuk kam drejt, nuk e di, por kam përshtypje që
Vëmendja e opinionit, votuesve për programet, për oferte, nuk është edhe është normale. Sepse një parë zgjedhje në shkurt, pas e zgjedhje lokale, tani prapë zgjedhje, dëgjojnë mund të marrë edhe një parë tjera në prell. Ambienti i festave të fundvitit. Normal, absolutisht edhe fund viti. Dhe e dyta edhe një çështje tjetër, për ndryshim të rezultatit. Në përgjithësi për ndryshime në zgjedhjet kudoqoftë në botë, duhet dalje e madhe. Kësaj radhe nuk shihet, nuk shoh mundësinë e daljes së madhe në zgjedhje. Nëse ruhet aja përqindje nga shkurti, do t'ishte sukses. Besoj, nuk pres dalje të madhe, nuk e përjashtë mundësinë e abstenimit të një pjese të elektoratit. Të elektoratit shkurtit? Po. Kjo për shkak të krizës politike? Absolutisht, për shkak të mos krijimit të institucioneve. Ata, shqyqar, në Kosovë kemi një absurd, një paradoks. Në Ballkanin Perëndimor, asku nuk mban zgjedhje më të rregullta, më të mira, pa incidente, pa ekscese. Dhe çfarë ndodh pastaj? Qytetarët, pra. Do të thotë, ne kemi qytetarë që kanë nivel të jashtëzakonshëm të kulturës politike, votojnë pa ekscese, pa incidente, kryejnë obligimin e tyre, dhe pastaj kur ajo vot hedhet, ajo vot pastaj po them me thojza e pa thojza, keq përdoret nga faktorët politikë, nga subjektet politike. Praktikisht, votuesi në Kosovë në shkurt është vjedh. Ai ka votu, ka dalë në numrat konsiderueshëm, klasa politike nuk e ka materializu votën e hedhur. Prandaj mendoj që nuk shoh mundësi të ndryshimit të rezultatit bindshëm shumë, thjesht për një shkak shumë të thjeshtë. Nuk pres dalje kush e di çka të lartë. Pa dalje më të lartë, rezultati vështirë që mund të ndryshojë. Entuziazmi qytetar, Fatime, në kontinuitet që tha Koci për këto zgjedhje si është? E konsideroj që edhe qytetarët e kanë parë që nëse situata do t'jetë në pozicionin pa çfarë kishim, gjasat që të kemi qeveri të ri prap janë të ngjashme me këtë hirën e kaluar. Unë e konsideroj që dalja do t'jetë e përafërt, ose do t'jetë, nëse arrihet të mobilizohet për cili do kamp, do t'jetë më e madhe për shkak të asaj narrativët që kanë krijuar që ne nuk bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe domosdoshmërisht e kemi të nevojshme që ta kemi shumicën. Pero edhe nuk e kemi me AK-n. Jo, nuk e kemi. Do të ketë një mobilizim më të madh edhe të AK-s edhe të nismës vetas për treguar që sepse deshtëm ka qenë një farë komunikimi mes tyre që unë të kam ndihmuar me vota me kalu pragën, jo unë të kam ndihmu me hyrë në kuvend. A mund të ketë kjo një farë mobilizimi tyre partive të vogla me elektoratin që kanë për komunat cilat i kanë të fituara? Për nismën, fillimisht nuk e konsideroj që mund ta kaloj pragun, që ka gjas, pavarësisht që ne jemi në një proces zgjedhor dhe mbasi nuk do duhej të ishim kaq të drejtë për drejtë, por megjithatë nisma sikur ka kalkuluar gjatë që do t'jetë pjesë e ndonjërit prej kampeve politike dhe do të bashkëpunoj bashkë. Garën e jetës ta e ka ndihmaj. Në konferencën për shtyp tha kjo është gara ime e jetës. Nuk e ka pas fokusin te ofrimi i kuadrove ose figurave që do të mund të ndihmonin këtë proces, pavarësisht vullnetit dhe faktit që nisma ka një komunë të fituar tashmë, që është Mali Shepa, ne kemi parë fuqinë politike të nismës edhe herave tjera dhe konsideroj që gjasat janë pothuajse me numra të rreth sa mi vota duhen të 5% që avarët prej daljes për afërsisht? Nëse ndalin 800.000, 40.000 vota na duhen... Sa i ka nisma kështu i ka 30.000? Jo, më pak. Më ka 28.000 ka, po 28.000 fitore Amelian ka bëj një farë. E votuesve, ka gjasë. 9.800.000, favorizohen partitë e vogla. Favorizojnë partitë e vogla. Por është majolë. Fitore, është shumë interesant targetimi votuesve, edhe nëse Ameliani ta bëj një përmbledhje të shpejtë. Lëvizave të vendosje mendon që nuk mund të bie në 250.000 vota. Në rastin më të keq të saj, sa i ka pas në jo ka pas shumë 396.000. Po. Po unë po flas në rastin më të keq është 250.000 vota. Pra na do të baza, sepse këto i merr në nivelin lokal. Edhe po duhet të thonë që kush e voton për te kush është kandidati për kryeministër, që ky është minimumi. Sa mund të mri maksimumi 2 fishën e tyre, sepse kanë aprovuar në 400.000 vota. Dhe supozoj që do të ketë një ardhje masive të diasporës.
sepse ata nuk vinë veç për zgjedhje, ata vinë me 9 shpit vetë. Sa ishin regjistruar 20.000 më pak, apo? Janë 58.000. 76.000 janë me post nëpërmes ambasadave. Po i bie më pak se me pretendohet që të vinë këtu. Po, dhe vitin e kaluar, sipas Dikon 20 ose 30.000 më pak. Sipas treguesve është se kanë qenë vitin e kaluar në fund vit ka pasur diku 300.000 të ardhur në Kosovë për festat e fund vitit. Dhe kjo konsiderohet si kontingjent votuesish për secilin parti politike, natyrisht. Dhe jo rastësisht do fokusohen si trup elektoral. Si trup elektoral. Për te atyre që do të qëndrojnë me gjasa atje dhe do të votojnë nga diaspora sepse nuk vinë për festat e fund vitit. Edhe totali bojnë 370.000. 370.000 vetëm gjysmë atyre me dalë në zgjedhje bojnë 180.000 vota, orientimisht. Edhe po dhe 150.000 nëse dalë. Po janë shumë. Janë shumë. Edhe prandaj unë konsideroj që fokusi i lëvizjes vetëvendosje është shumë i madh te ky trup elektoral. Kjo është gjëja e parë. Lidhja Demokratike e Kosovës fokusin e ka te nostalgjikët e LDK-s, kanë kthyer zotin Rugova si pjesë të listës, e kanë bërë e parë, provojnë që votat e humbura në 2021 të rikthej tashmë, nga që mund të supozojmë që janë të dëshpëruar pak me ata që kanë bartur frymën e LDK-s brenda. Po nuk ka kthyer klasën e vjetër të LDK-s, nuk ka kthyer Agendeliu, nuk ka kthyer kush është tjetër, nostalgjikët lidhen edhe me emra të vjetër. Prandaj unë konsideroj që kanë gabuar me zotin Veliun, e përsëris edhe një herë, sepse kanë mundur që të 190 veta janë. Gjëse nuk e bëri Hamza, realisht Hamza si erdhi i mbledhi. Edhe prandaj edhe sloganin e bori bashkë ai, sepse supozoj ta mobilizonte partinë. Partia Demokratike e Kosovës është duke u thirrur nga nisma, ka një mundësi interesante. Nisma po e fton PDK me mbështet me 20.000 vota, sepse supozon që 25.000 ka vetat. Dhe me 45.000 nisma ka lënë pragun. Nëse 20.000 vota i ka më pak, PDK-ja i humb 2 deputet. Nëse 45.000 vota i ka nisma i fiton 6 deputet. Që i bjen i bashkot PDK-s. I humb 2 të vet, po i fiton 6 të nismës. Edhe ky kalkulim, të cilin e bën Fatmiri ose e ka kriju Fatmiri si. E beson PDK-ja kështu? Po tash, nëse ata i besën apo jo i përket atyre që të fillojnë, politika është një ndërmarrje me shkallë të lartë të rrezikshmërie. Dhe tash me AUK-n nuk dolën shumë mirë. Çfarë ndodh me AUK-n drejt? Nëse dalja e votuesve nuk është shumë e lartë. Lokale kanë forcu pak AUK-n. E kanë bajt ku është, sepse jo, e kanë bajt, po kishte një farë dileme mas zgjedhjeve të nënshkurtit që 80.000 vota në zgjedhjet lokale. Ama fitore AUK-ja po bën një gabim se po e diskuton prog. Nuk është mirë një strategji politike, nuk guxon ti më marr kaq shumë publikisht. Jo, shifrore thanë kena rritur. Nuk po diskutojnë pragun. Ata po nuk guxojnë ata me lanë këtë diskurs. Jo, nuk guxojnë me lanë këtë diskurs, sepse pastaj ata po thonë kena 20%. Vizbërajti ke pas shumicën e studiove televizive dhe analizave politike duke fol pas rezultatit jo të mirë të AUK-s dhe të nismës, duke diskutuar ndihmën që i ka jep nisma AUK-s për me kalu pragun. Edhe mas ne ke pas një farë kanë qenë defanziv për me tregu që realisht e këtë e bën në zgjedhjet lokale, sepse angazhimi AUK-s në zgjedhjet lokale u kush shumë i madh. E ke pas Ramush Haradinaj në Deçan, që s'ka ndodh. Sepse e rrezikon të shkon te balotazh. Balotazh. Unë e shoh aleancën për armimin e Kosovës jashtë rrezikut për kalimin. Se e Agimçekun, jo për ata, jo po për votuesin. Absolutisht s'ka lidhje me listën, ka të bëjë me Ramushin ekskluzivisht dhe ka të bëjë me shkollën e pragut. Unë besoj që aleanca për armimin e Kosovës në asnjë rezultat nuk mund të jetë në 55.000-60.000 vota në nivelin qendror. Nuk mund të jetë në këto vota, nuk besoj. Edhe nuk konsideroj që ka problem pragun. Nëse ka dalës mbi 1 milion votues, atëherë se ata del jashtë ka dalë mbi 1 milion votues. Okej, ka pothuajse të garantuar rreth 60.000 vota që çdo herë. Ku si tha, nëse krijohet mobilizimi, por pse s'ka marrë më shumë se sa 65.000 vota? Bashkë me nismën. Të krijohet mobilizimi janë të nda, sepse është fund vit dhe shumica e diasporës janë këtu. Nisma është angazhuar në zgjedhjet e shkurtit 2025. Okej, nuk është angazhuar duke llogaritë që ka vota të mjaftueshme edhe të nismës edhe të vetat. Prandaj tani e ka marrë shumë seriozisht. Ato kanë edhe Gormën Analojit, ato kanë Gormën Analojit se Fatmiri ka marrë 3 deputet brenda një subjekti. Shkak se nuk do të jemi bashkë gjatë fushatës dhe po më intereson renditja drejt. 1, 2, 3. Jo me përqindje, jo me përqindje. E shet... Edhe ata e shojnë.
Jo veç na. PDK-ja e dyta thua. Unë mendoj që po. Unë mendoj që PDK-ja është e dyta, është parti më e strukturuar, po në shumë në teren. Tash kandidatën për kryeministër kanë edhe kryetar partije. I forcon kjo? Po natyrisht, me pas pak më shumë ku zoti Hamza kish mujt me bo ma mirë, prandaj kam besu që kanë me votu qeverin konjusa ata atëherë, sepse kam besu që deri në mars partia politike PDK do të mund të mobilizojë edhe më shumë. Absolutisht jam i bindur. Tash me nxjerr ka arrit me i mbledh pak bashkë strukturat. Pra PDK-ja shuma e faktorëve, si ta themi, lokal, në të gjitha rajonet. Rritjet partive, rritjet vetëvendosjes, rritjet PDK-s, rritjet LDK-s, atime... Nuk mund bëhen 150%. Do me thonë, aty do t'jenë. Po mund t'jetë rritje 1%, 2%, me t'jetë ullje 1%, 2%. Jo, mendoj që do t'jetë rezultati për afërt me rezultatin e kaluar, kemi pas është periudhë shumë e shkurtër për të ndikuar diçka, nëse ka me arrit mobilizimin me diasporën, ka mundësi që ta bëj diferencën dhe ta bëj vetëm prap qeverin. Sa i përket PDK-s e konsideroj pozitive faktin që ka arritur ta rikthej dhe bashkoj subjektin politik pavarësisht çarës së madhe, është gabim fatal të LDK-s mos bashkëpunimin me figurat kyçe dikur, por sido që të jetë ata kanë menduar që ndoshta kjo reforma e thellë dhe pa figurat vjetra. Nuk kemi që kemi prapa, po. Gjithsesi edhe kështu mund të shihet. Për OAK-n, nëse dalja është e madhe, rezultati nuk do të jetë i mirë, nëse dalja do të jetë relativisht i herën e kaluar, e shoh që do ta kaloj Sa dik shkurt lutem. Po nisin nga OAK, unë e shoh që OAK do të jetë aty që ka qenë në zgjedhjet e shkurtit 2025, do të jetë me atë numër të deputetëve. Pa nismën me atë numër deputetëve. Me atë numër të deputetëve, shoh dhe lidhjen demokratike aty, shoh Partinë Demokratike me një rritje. Sa rritje? Që do të jetë me deputet, sonë me përqindje nuk di çka me thonë, por megjithatë mendoj që do të shtoj rrodhët vite edhe 2 ose 3 deputet. Ndërsa ne shoh vetëvendosjen që për shkak të fitores së madhe që e ka bën në vitin në shkurt të vitit 2025, nuk ka arritur të krijojë institucione, prandaj shoh një ndëshkim nga elektorati vet, nga votuesi vet. E ku shkon çaj një romje të lehtë. Te PDK-ja mund të shkon votuesi vetëvendosjes? Jo, ata mund të shkojnë te LDK-ja, sepse po mirë dhe tash dikush rritet, dikush do të më rrit votën e vet. Aty mundet edhe pak më rrit. Po se përqindje nuk mund të deputet, por megjithatë unë shoh zotin Rugova që ka hyrë në listën e LDK-s, e ajat frymin në Rugovione që ka ik nga LDK do ta kthejnë në LDK. Koc, as pëlqejnë. Nuk pëlqejnë këto. AKA do të hyjë në parlament. Sepse nëse jo do të bënte ndryshim të madh, pastaj sepse ajo bën, kështu që nuk e diskutoj fare, mendoj që kjo gjithsesi do të hyjë në parlament, bradhitja do të mbetet e ngjashme. Ngjashme, do thotë, përqindjet nuk i di. Nuk i di mas ne, do t'i di me 28 dhjetor. Diaspora, ku mas kanë bo moti edhe një elektorat që është 300.000 veta si ki këtu, si ke pyet, është pak problem. Është interesant. Faleminderit shumë që ishit në studion e RTK Prime. Të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë këtë edicion të RTK Prime. Miru pafshin, ju qëndroni me RTK. Shiko qa sa po bëra, perlë perfekte. Së shkeq, po prit. Një gocë deti. Red Bull.